Përshëndetje të gjithëve. Kemi hyrë në atmosferën e festave dhe është koha për të përgatitur receta tradicionale që nuk mungojnë në tryezë. Sot do t'ju tregoj si të përgatisim brumin e butë për të gjitha llojt e baklavave, elastik, i lehtë për t'u hapur dhe perfekt në çdo shtresë. Unë do ta përgatis në një robot kuzhine, por fare mirë mund ta përgatisni me dorë. Me sy të lirë unë po shtoj diku tek 600 ca gram me miell. Megjithatë, unë në fund do ta peshoj për të qenë më transparente me ju. Vendosëm miellin në robot, një nga një shtojmë 4 vezë. Vezët unë i kam vezë fshati dhe e bëjnë brumin të verdh. Shtuan vezët, këtu kam një gotë 200 ml me qumësht, gjysmë gote me vaj ulliri ose 100 ml vaj ulliri. Shtojmë pak krip, sa mbajnë 3 gishta me krip. Do t'i shtojmë pak sodë buke. Kapim 2 herë gishtat që brumi të bëhet i butë dhe baklavaja të dalin pak sa e fryrë. Fillojmë të takojmë robotin. Në fillim ndizet në xhirot minimale dhe më pas rrisim shpejtësinë. Si u thash edhe në fillim të videos, mund ta përgatisni edhe me dorë këtë brum, por sigurisht kërkon pak më shumë fuqi dhe punë. Roboti e përgatit shumë shpejt. Unë do ta lë të përzihet për gati 10 minuta që brumi të bëhet i njëjtë dhe elastik. Vazhdojmë ta përzijmë. Si u thash edhe më parë, për të qenë transparent me ju, do peshoj pjesën e miellit të ngelur. Janë 350 gram miell që ka ngelur. Në total, kjo baklava mori 650 gram me miell. E ndalojmë robotin dhe brumi duket kaq perfekt. I largojmë këtë elikën e përzierjes. Brumi i baklavas nuk duhet jetë brum i fortë, por pak i butë, jo i ngjitshëm. Shikojeni edhe në video, japim një përzierje të lehtë me dorë. Nëse do e provoni këtë recetë për festat, më tregoni në komente si ju doli. Mos harroni ta ruani videon dhe ta ndani me dikë që e do baklavan tradicionale. Brumi tashmë është gati, e lëm të pushoj për 2 orë dhe më pas e kemi gati për të përgatitur baklavan. Me dashuri nga kuzhina ime për ju, gëzuar festat.